Pyetja e 13 është kështu: muslimani e cila vdes e ndershme dhe e pamartuar ndonjëherë, a do të ketë mundësi edhe ajo të ketë në xhenet disa meshkuj, siç do të kenë burrat kuri, ose të paktën të martohet me një burr? Sigurisht se edhe femrave në xhenet u takon ajo që takon meshkujve, kjo është rregull. Sa Allah do të thotë walahum fiha ma yasha'un, dhe atyre pas këtu gjeni, dhe atyre besimtarëve u takon çdo gjë që do ata. Dhe shpesh kjo pyetje parashtrohet kur njeriu i kufizuar me kuptimet e dunjas e logjikon ahiretin dhe xhenetin. Në dunjë ka rregulla që ka caktuar Zoti. Për shembull, një burr ka të drejtë të martohet me një grua deri në 4, dhe gruaja ka drejtë të martohet vetëm me një burr në një kohë. Këto janë rregulla që ka caktuar Zoti. Edhe urtësia e saj është e qartë. Puna është mos përzihet gjaku. Se një grua e martuar me shumë, domethënë burra, nuk dihet fëmia i kujt është. Kurse një burr i martuar me shumë gra dihet se fëmia i kujt është. Kjo është njëra prej arsyeve që do të e legalizon poligamin dhe e kundërshton dhe ndalon tërësisht domethënë poliedri, thuhet martesa me shumë gra. Këto rregulla që janë dunjë, që kanë urtësinë e vet, nuk vlen në ahiret. Sa atje nuk ka vazhdim të sojit, atje nuk ka lindje, atje nuk ka shtatzani, atje nuk ka menstruacione, atje nuk ka këtën, atje nuk ka pleqëri, atje ka thjesht është momenti i kënaqjes. Kur edhe besimtarja do të kënaqet në maksimumin e mundshëm në xhenet. Andaj s'ka lodhje, ka virgjinitet vazhdueshëm, ka do të thotë fuqi efshi të madh. Ushqimet që i ke pas ndalume në dynja, atje e kitë lejume, si kur të shpuna e verës, për shembull. Dhe për këtë shkak, nuk ka si kufizime edhe vajza, edhe nëse është beqare, edhe pa martume, pa edhe që është e martume. Nëse do të ketë dëshirë, të ketë, do të kënaqësi jashtë e burrit vetë, do të ketë mundësi. Se burri nuk ka xhelozin që e ka këtu në dynja, atje. Edhe pse zakonisht, sipas argumenteve fetare, burri do të ketë kuria. Por gruan më të dashur, femrën më të dashur do ketë gruan e vet. Edhe gruaja e vet do të jetë më e bukur se huria, kështu që huria do të jenë, por nuk do të shkon zemra dhe mendet e huriat sa do të shkonte gruaja e vet, sa do të jetë më e bukur dhe më e mirë. Ashtu edhe për gruan. Edhe nëse ajo do të ketë drejt këtë meshkuj për të shpjegëshin, ajo do t'i mjafton burri i saj, se burri i saj do të jetë më i bukur dhe më i miri për të. Dhe kështu përsëri burri dhe gruaja do të kenë raporte më të mira se me tjerët. Duke pas pasi se s'ka xhelozi aty. Nuk ka xhelozi dhe nuk ka probleme të sojit që mund të ketë ndonjë nëse lejohet për shembull poliandria me rregullat fetare. Dhe kjo është sqarimi për këtë çështje që shpesh edhe parashtrojnë të rinj dhe të reja, mirë po, kjo është sqarimi që kanë dhënë dietarët musliman.